Fenomeni i momentit, Gjesti shpeshherë u ka bërë thirrje artistëve nga jashtë. Kohë më parë i kërkoi Noizit në dron, i cili ky fundit ja bëri realitet dhe ja dërgoi brenda shtëpisë së famshme, duke entuziazmuar në maksimum Gjestin. Për ditët e fundit, me sa duket synimi i tij ka qenë një tjetër artiste, po bëhet fjalë për Dafina Zeqirin. Gjesti kishte këto fjalë për të. Oj Dafina Zeqiri, ta ha synin. Boja Kingit follow ose kur të dal ta fus blok. Boja Kingit follow dhe ma çon një zemër aty, dhe unë kur të dal t'i kthej 2. Ishte fjalimi i tij nga shumë fanca, u pa më tepër si një ftesë për një bashkëpunim mes dy artisteve, ama duket se Gjesti thjesht i ka kërkuar follow, por jo një bashkëpunim. Se çfarë do të ndodhë me artistin pasi të dalë nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, na mbetet vetëm të presim, por na duhet të themi se bashkëpunimet do të jenë shumë të suksesshme. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.